Kurrë mos i hani këto 5 ushqime nëse vuani nga dhimbja e kockave. Mënyra e gabuar e qëndrimit, lodhja fizike janë disa nga shkaktarët kryesor që rrisin mundësinë që të vuani nga dhimbjet e kockave, por jo më pak i rëndësishëm është edhe regjimi ushqimor. Në këtë video do të rendisim ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj pasi mund të nxisin dhe të rëndojnë më shumë problemet tuaja të nyjeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Eatingwell, këto janë ushqime të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin tuaj të kockave dhe të nxisin gjithashtu komplikacionet dhe dhimbjet e tyre. Veza. Edhe pse vezët janë një burim i përshtatshëm i vitaminave dhe proteinave, është e këshillueshme që personat të cilët kanë probleme me kockat duhet të reduktojnë sa më shumë konsumin e tyre. Duke qenë se vezët janë me origjinë shtatëzore, ato përmbajnë gjithashtu acid arkeodonik që ul mbrojtjen e organizmit në rast se vuani gjithashtu edhe nga artriti. Pijet e sheqerosura, gjithashtu edhe ato të gazuara, janë të dëmshme në situatën tuaj dhe mund të nxisin më shumë komplikacionet e nyjeve dhe të shkaktojnë dhimbje të forta të tyre. Në qoftë se ju ankoheni shpesh nga dhimbja e kockave, duhet të shmangni sa më shumë nga dieta juaj edhe pijet e mësipërme, sidomos ato të gazuara. Këto pije kanë në përmbajtje të tyre sheqerna të dëmshme dhe acid fosforik, që përkeqësojnë më shumë gjendjen tuaj shëndetësore dhe nxisin dhe përkeqësojnë situatën tuaj duke shkaktuar dhimbje edhe përkeqësime të situatave të kockave. Mishi i kuq dhe ai përpunuar mund të shkaktojë më shumë dhimbje. Dietologët dhe ekspertët e shëndetit shprehen gjithmonë skeptik për sa i përket konsumit të mishit të kuq. Edhe pse mishi përmban nivele të mira të ekurit që ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, në qoftë se ju konsumoni më shumë dhe abuzoni me konsumin e tij në dietat tuaja ditore, do të fillojnë të përkeqësohen gjithashtu edhe situatat tuaja dhe të nxisin probleme dhe inflamacione të tyre. Mishi i kuq mund të rrisë riskun për probleme të organizmit nëse konsumohet me tepritës dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të njëpasnjërshme të tyre. Ndaj, nëse jeni një person që vuani nga problemet e kockave, sigurohuni që mishin që zgjidhni në dietën tuaj ta konsumoni sa më të freskët, pa përmbajtje të yndyrnave shtesë dhe gjithashtu pa përmbajtje të dhjamit dhe kriprave të ndryshme të shtuara në të. Pasti është e vetmja mundësi që mund të përmirësojë organizmin dhe të evitojë kështu dhimbjet e nyjeve. Gjithashtu, patatet mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe të shkaktojnë dhimbje të forta të kockave. Patatet përmbajnë sasi të larta të potasit, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në situatën tuaj dhe të nxisin gjithashtu inflamimin e tyre. Por pavarësisht kësaj, personat që vuajnë nga artriti ose dhimbjet reumatizmale duhet të shmangin sa më shumë konsumin e patateve, pasi ato përmbajnë një lloj edhe substance toksike të quajtur solanin, të cilët do të përkeqësojnë më shumë në dhimbjet tuaja dhe do të nxisin gjithashtu inflamimin e nyjeve. Pra nëse vuani nga këto shqetësime, tregohuni të kujdesshëm me konsumin e patateve, pasi kështu mund të nxisin edhe dhimbje. Frutat e thatat e disa persona mund të jenë shkaktare të vërtet të nxitjes së dhimbjeve të tyre, duke shkaktuar kështu edhe ndikime të forta në shëndetin e nyjeve. Frutat e thata, pavarësisht se janë burime të mira të acideve yndyrore omega 3, por në mesin e tyre mund të evidentoni më mirë stikat e pishës, por ato mund të përkeqësojnë në situatën tuaj nëse i konsumoni në sasi të tepërt dhe të nxisin gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Nëse jeni një person i cili vuani gjithashtu nga dhimbje të ndryshme të nyjeve ose të kockave, është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj edhe për të evituar komplikacionet dhe për të nxitur një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm që t'i bëjë balë këtyre komplikacioneve. Dhimbja e kockave mund të mbahen nën kontroll përmes dietës së duhur ushqyese, konsultave me mjekun dhe gjithashtu trajtimeve të cilat mund t'i realizoni vetë në kushte shtëpie. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj të nyjeve, të evitoni dhimbjet e tyre dhe të nxisni një organizëm
më të fortë edhe më të shëndetshëm. Por gjithashtu, nëse doni kocka të forta, përveç ushqimeve të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj, ka edhe ushqime të cilat janë të rëndësishme për t'u përfshirë në dietën tuaj. Një prej tyre është gjithashtu edhe konsumi i kosit, një prej elementeve më të mirë ushqyes. Shumë njerëz marrin vitaminën D nga ekspozimi në diell. Megjithatë, ajo mund të gjendet edhe në disa ushqime të caktuara, duke ndihmuar gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni më shumë nga këto vitamina, sigurohuni të përzitni kosin, një dietë fantastike ushqyese për të menaxhuar më mirë komplikacionet dhe për të evituar gjithashtu edhe problemet e tij. Ndaj në këtë rast, kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie do t'jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në dietën tuaj gjithashtu mund të përfshini sardelet. Këto peshq të vegjël kanë nivele të larta të vitaminës D. Vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për aspektin tuaj shëndetësor dhe në lehtësimin e dhimbjeve të nyjeve dhe të kockave tuaja. Ndaj sigurohuni të konsumoni produkte sa më të freskëta. Një ndër to është edhe salmoni. Salmoni njihet gjithashtu për përmbajtjen e lartë të acideve yndyrore omega 3. Lëndë ushqyese këto është shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj të nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. 3 racione salmon në javë janë më se të mjaftueshme për të marrë lëndët e duhura ushqyese për shëndetin e nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj zgjidhni produktet natyrore të mira për shëndetin edhe në lehtësimin e problemeve të tyre. Zgjidhni produktet e duhura dhe do ta keni më të lehtë të menaxhoni më mirë shëndetin e nyjeve dhe të keni kocka më të forta. Produktet e qumshtit. Qumshti, kosi, djathi nuk përmbajnë vetëm elemente të dobishëm për dietën tuaj, por janë gjithashtu të pasuruara me kalcium i cili është shumë i rëndësishëm në aspektin tuaj shëndetësor dhe lehtësimin e komplikacioneve të nyjeve. Sa më mirë ta bëni përzgjedhjen e dietës suaj, aq më shumë përfitime do të keni dhe më pak probleme me dhimbje do të shfaqen në shëndetin e kockave. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe konsumin e sardeleve. Nëse nuk jeni adhurues i produkteve të qumshtit ose thjesht dëshironi të diversifikoni burimin tuaj të kalciumit, sardelet janë një nga alternativat më të çmuara ushqyese me dobi të larta për shëndetjen dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur për shëndetin e kockave. Spinaçi. Spinaçi është i pasur gjithashtu me vitaminën K, e cila është kritike për ruajtjen dhe shëndetin e kockave. Ato do të ndihmojnë dukshëm gjithashtu në shëndetin tuaj të nyjeve dhe do të lehtësojnë komplikacionet e tyre. Ndaj sigurohuni që të bëni një përzgjedhje më të mirë të ushqyesve në dietën tuaj. Bajamet. Nëse jeni duke kërkuar një racion të shëndetshëm i cili është i mirë për kockat, bajamet janë një zgjidhje ideale kur i konsumoni në sasinë e duhur ditore dhe brenda standardeve të duhura ushqyese. Kështu do ta keni më të lehtë të rrisni përfitimet e tyre në shëndet edhe të parandaloni edhe komplikacionet që i shkaktojnë shëndetit tuaj të nyjeve. Sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produktet përkatëse, aq më të lehtë do ta keni menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, nëse jeni duke konsumuar produktet e duhura, dhimbjet do t'i keni më lehtë nën kontroll. Në rast se vuani nga shqetësimet e nyjeve dhe dhimbjet e forta të kockave, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj sa më shpejt jetë e mundur. Është mënyra më e mirë parandalimit të këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në parandalimin e shqetësimeve të nyjeve. Kështu, ndjekja e recetave të duhura në kushte shtëpie do të përbëjë një recetë të mirë ushqyese për shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave është një projekt afatgjatë dhe kërkon një dietë të ekuilibruar dhe kujdesin e duhur mjekësor. Duke i përfshirë të gjitha këto edhe me një kujdes të mirë ushqimor, do ta keni më të lehtë t'i vini në ndihmë shëndetit tuaj. Pasi vetëm në këtë mënyrë do të ndihmoni kockat tuaja të jenë më të forta, më të shëndetshme dhe të vuani më pak nga komplikacionet dhe dhimbjet e ndryshme të tyre. Mos harroni për çdo ndryshim të mundshëm që përjetojnë kockat tuaja të konsultoheni me mjekun për të marrë edhe trajtimin e specializuar. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.